Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Ekspres për ditën e sotme. Do të flasim sot për Izraelin, Iranin dhe goditjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë fundjavës mbi reaktorët të bërthamor të këtij vendi. Me mua në studio është bashkuar eksperti ushtarak Dritan Goxha. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranove ftesën, po goditjet ishin të pritshme. Morën ata atë që deshën me këto goditje? Varet se si do ta konceptosh, pra, ashtu të shtatju goditjet ishin të pritshme, pra vendimi i goditjeve ishte thjesht datë burokratike në momentet e cili do bëj. Në rast se ta shohim në aspektin politik, pra në rast se palët duhet ta lënë me kaq, pra atëherë mund të themi që e arritën qëllimin. Pra, amerikanët thonë që ne i goditëm, ata thonë që goditja nuk kishte ndonjë efekt të madh, realisht nuk kishte ndonjë efekt të madh. Gjitha palët janë të gëzuar, izraelitët po bërtasin dhe po festojnë që amerikanët hyn në anën e tyre dhe sulmuan Iranin, kështu që në rast se mbyllet me kaq, atëherë themi që e arritën efektin që deshën për të arritur, pra për të mbushur mendjen gjithë dynjas që këta janë me të vërtetë një luftë të madhe botërore dhe nuk është një show. Pa në rast se nuk është show, atëherë mund të themi që nuk është arritur asgjë dhe mund të presim pastaj reagime të ndryshme. Dhe varet nga niveli i reagimit që do të bëjë Irani, ajo do të përcaktojë pra u arrit apo nuk u arrit qëllimi i gjitha palëve të ndërmjetësme në tonë. Ndërkohë sot mëngjes presidenti Trump ka deklaruar se është koha që tashmë Ayatollahu të hap krahun. Pra ka hyrë edhe në një aspekt politik, make Iran great again, thot. Shiko, deklaratat e presidentit amerikan janë pak deklarata pothuajse që për momentet që ka ardhur në pushtetet deri më tashti, deklaratat e tij janë pothuajse si një të fëmijë 12 vjeç. Pra çfarë thot tashti nuk e thot pastaj. Pra ndryshojnë në bazë të humorit dhe në bazë të gjendjes tij emocionale. Në rast se ta shohim në aspektin që thot make Iran great, Irani aktualisht është great, pra me kapacitetin ushtarak që ai ka, me përballimin që i bën luftë me Izraelin, por edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra ka hyrë për konceptin e tyre Irani është great, pra në konceptin e Iranit, në rast se e shohim në konceptin e Iranit, pra jo si të jashtëm në këtë punë dhe neve si evropian dhe po shohim që në konceptin e evropianëve ai s'është great, por në konceptin e tyre ai është great. Pra ky ka qenë qëllimi i tyre gjithnjë, ti bëjnë ballë Izraelit dhe Amerikës, të përballen me ta dhe tashmë po përballen. Pra ata e kanë arritur atë. Në konceptin e Trumpit ti je great, domethënë ti je nën urdhrat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra kemi përballje konceptesh dhe varet se si kush e koncepton këtë punë. Në aspektin ushtarak, si po përballet Irani? Flasim pak për fuqinë ushtarake iraniane. Shiko, në këtë rast, në rast se të shohim fuqitë ushtarake, në të gjitha rastet nuk kemi për të pasur një përballje ushtarake të nivelit total. Pra, edhe të merret kjo në bazë të sasisë së forcave ushtarake që ka Irani dhe sasisë forcave ushtarake që mund të bien Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajon për të sulmuar Iranin. Pasi nuk do të kemi në asnjë moment një sulm toksor. Pasi është jashtë çdo lloj opsioni dhe çdo lloj mundësie për të bërë një sulm toksor në Iran. Pra nuk ka mundësi për shkak të gjeografisë, për shkak të terrenit, për shkak të shumë faktorëve të tjerë. Është e pamundur. Dhe gjitha çfarë do të kemi në Tiranë do të jetë kjo marrëdhënia, unë po e quaj marrëdhënie, pra dikush sulmon me raketa, dikush sulmon me dron, dikush sulmon prapë me raketa, pra kjo kundërpërgjigje e luftës me raketore që do të ketë. Në këtë aspekt, aktualisht në këtë mes vetëm Irani dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kapacitet për të vazhduar për një kohë të gjatë. Izraeli nuk ka kapacitete për të vazhduar një kohë të gjatë kësaj lufte e cila si ka hyrë me Iranin. Për arsye se siç po shihet tashmë, raketat iraniane kanë arritur që të deportojnë në sasi të madhe në mbrojtjen kundërajrore të Izraelit, kjo do të thotë që Izraeli nuk ka kapacitete të mbrojtjes kundërajrore për të përballuar këtë vazhdimsi të gjatë kohore në përgatitje të këtyre në gjuajtjet të këtyre raketave. Kurse Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë, edhe Irani po duket që e ka. Prandaj në këtë mes vetëm Irani dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe siç e thash fillim varet nga kundërpërgjigja që Irani do marrë, do ta shohim, a është një kundërpërgjigje pra me të vërtet serioze, në aspektin që palët nuk ka këtu asnjë lloj show, apo thjesht do të jetë një kundërpërgjigje siç kanë qenë herët e tjera, thjesht për të bërë një show dhe e mbyllim me kaq. Flasim pak për goditjen 36 orë në ajër që ndruan pilotët e B2 Spirit, është e vështirë, është janë atë avionët B2, pra pilotëve janë programuar që të ndrojnë një sasi të gjatë në ajër, pra pilotët e avionëve strategjik pothuajse e kanë rutinë të punës së tyre, qëndrimin në ajër me kohë të gjatë dhe shpesh herë edhe stërvitjet e tyre marrin nga 12 deri 14 orë fluturim. Dhe për këtë arsye pilotët janë 4 ose 6 pilot në bord, pra që cilët ndrohen me njëri tjetrin, pra nuk është se qëndron vetëm një pilot në komandën e fluturimit. Pra ata gjithnjë ndrohen, normalisht që për të qëndruar në ajër shoqërohen me avion cistern, pra të paktën kur do ngresh 4 avion do të shoqërohesh edhe me 3 avion tjerë cistern. Dhe gjithë kjo sasi avionët të shoqërohet edhe me një grup prej 12 deri 14 avion gjuajtës, të cilët janë për të mbrojtur avionët cistern dhe avionët bombardues, gjuajtës bombardues, pra avionët bombardues strategjik. Është një fluturim normal, pra në rast se nuk është diçka e jashtëzakonshme që ka ndodhur ose kanë thyer ndonjë rekord
i cili nuk është arritur më përpara edhe në stërvitjet e tyre, është diçka nuk shumë normale, por realiteti është që kanë bërë një ulje dhe ulja është bërë në Guam, pra nga Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ardhur në bazën e Guamit. Pra është e vërtet ajo që u fol për Guamin, nuk është se ishte fake. Jo, është e vërtet, po kanë ardhur, kanë qenë 4 avion, janë nisur 6 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe këta 6 kanë mbritur në Guam dhe nga 6 kanë mbritur në Guam vetëm 4 pastaj janë përdorur për bombardime, pra jo të 6. 2 të tjerët janë mbajtur rezervë në Guam. Pra ka pasur një ulje në Guam, ndoshta për furnizim, ndoshta për diçka tjetër, pra një ulje shumë e shkurtër ka qenë dhe sërish janë ngritur në ajër për bombarduar. Kanë ardhur me bombat ngarkuara nga SBA? Me bombat vinë ngarkuara nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, për arsye se këto bomba gjenden vetëm në depo të veçanta ruhen në vende speciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithsej ka vetëm 24 bomba të tilla. Pra duke thënë se 6 janë përdorur, tashmë kanë vetur vetëm 18 prej tyre. Pra nuk janë të shpërndara në bazat e tjera amerikane, mbahen vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në bazën e Misurit ku ndodhen edhe këta bombarduesët strategjik. Tregon kjo se ka një dhe askush se vën dyshim, po kjo është diferenca, pra superioriteti në ajër në këtë mënyrë e bën diferencën edhe në terren pastaj? Varet do parë në aspektin se çfarë do përdorësh. Pra në rastin e tillë, të këtyre bombarduesve strategjik normalisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë diferencën dhe e bëjnë diferencën në raport me Iranin, pra në flasim me Iranin. Kurse në raportet të tjera, pra në rast të sulmit konvencional, pra jo të tillë sulmi me bombardues strategjik, pa me bombardues të tjerë ose me raketa të tjera, pavarësisht se Shtetet Bashkuara të Amerikës qëndrojnë në një lartësi të madhe, prap duke qenë se thash Irani ka çështjen e gjeografisë, pra është një shtet i shpërndar, ka një thellësi strategjike të madhe, është pothuajse e vështirë dhe duke qenë se rrethohet nga disa vende në të cilat Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është se kanë mundësi të përdorin territorin e tyre, pra goditja do të vijë vetëm nga një absolutisht edhe nga shtetet e tjera, pra ka Pakistanin, ka Afganistanin, ka pjesën e detit Kaspik, Rusin, ka Turkmenistanin, pra vende në të cilat Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë qasje në to dhe nuk mund të hyjnë dhe nuk mund ta përdorin në hapësirën ajrore. Dhe në këtë moment limitohet ky superioriteti ajror që ti ke, sepse superioriteti ajror duhet ta përdorësh në të gjitha drejtimet. Duke qenë se përdor në të gjitha drejtimet, pa e ke një drejtim të ngushtuar dhe në këtë moment ky superioritet ajror nuk është në nivelin e superioritetit, pra siç e kuptojmë. Është superioritet, po jo në nivelin e përgjithshëm që të dominimit total për atë. Po Izraeli, mënyra se si eliminoi komandantë të ndryshëm, po edhe pika të ndryshme strategjike në Iran, tregon se kishte vite që me inteligjencë kishte deportuar aty? Po, mënyra se si organizoi atë, tregoi që kishte vite që funksiononte inteligjenca, pra ishte përgatitur për këtë punë, po thuaj se unë mendoj që ka pasur, nuk është vetëm ky rast, pra kemi me rastin e Ismail Hanijes, pa kryetarit të Hamasit, i cili u vranë, që në atë rast tregoi që Izraeli ka pasur penetrim në Iran, pra ka pasur grupet siç dolën dhe siç rezultuan, pra ka qenë shumë më hershme se sa në këto, pra ka qenë derisa e ka realizuar atë me Ismail Hanijen, domethënë që grupet ka filluar ndërtimi i tyre të paktën 2 vite përpara se të realizojë ajo. Pra jo realizuar në 2024, domethënë të jemi në 2025, pra këto grupe kanë ekzistuar që para 5 viteve, pra ka filluar të punojë për këtë gjë para 5 viteve, pasi nuk është një plan që mund të bëhet sot për nesër. Plani i eliminimit të një zinxhiri komandues, do kohë që të përpunohet, do kohë që të testohet në aspektin teorik, pra që ta diskutosh në aspektin teorik, ti kapësh gjitha pikat, bëri kopje planin që kishte bërë ndaj Hezbollahut në Liban, por vetëm një ndryshim, sepse Hezbollahu është organizat, dhe organizatat kanë tendencën të jenë gjithnjë sektariste, dhe duke qenë sektariste kanë gjithnjë ngritje vertikale, pra hierarkia ata ekziston vertikalisht dhe vrasja e zinxhirit komandues, eliminimi i zinxhirit komandues në organizata të tilla sjell problem për organizatën, siç e kemi parë që ka sjell probleme të mëdha për Hezbollahun, ka nevojë të riorganizohet, të gjejë liderë të tjerë, duke qenë se është sektariste, ngritja e liderëve në rangje është shumë e vështirë. Kurse shteti funksionon në mënyrë tjetër, pra shteti nuk është organizatë sektariste, e ka hierarkinë edhe të shtrirë horizontale dhe vertikale dhe plus shtetet e kanë të parashikuar rënien e zinxhirit komandues dhe kanë menjëherë të vendosur dhe plus në shtetet të gjithë ata që vinë pas zinxhirit komandues, pra siç janë përcaktuar, janë shpesh edhe më ambiciozë se ata që janë në drejtim. Dhe kjo edhe tregoi fakti i kundërpërgjigjes që Irani ekzekutoi pas eliminimit të këtyre, pra pas vendosjes të këtij zinxhiri komandues të ri, kundërpërgjigja ishte shumë më efektive se sa kundërpërgjigja që ndodhi para një viti ndaj të njëjtave goditje që bëri Izraeli. Pra kjo tregoi që këta njerëz erdhën ishin më ambiciozë se sa këta që janë dhe duan të tregojnë që shiko, aftësia jonë është edhe më e madhe se atyre që ishin, pavarësisht se i respektonin për çfarë do kishin bërë ose për hierarkinë e tyre. Aftësia në fushë betejë me mjetet e Iranit është ajo që pritej, raketat balistike apo mjetet që lëshojnë, janë të këtij niveli apo kishin harxuar shumë duke i dhënë Rusisë për Ukrainën? Jo, nuk Rusisë nuk i kanë dhënë asnjë raketë balistike, pra raketat balistike ata nuk kanë dhënë asgjë, i kanë dhënë atyre për arsye se edhe dronë në fillim i kanë dhënë dronë, pastaj i kanë lëshitur teknologjinë.
Pra në fillim i dha një sasi të konsiderueshme dronës dhe më pas Rusia bleu teknologjinë dhe tashmë i prodhon vetë atë dronë, pra nuk merr më dronë nga Irani. Është duke i prodhuar vetë, ka ngritur diku të rreth 4 fabrika në Rusi dhe prodhon dronët Shahed, pra ta Shahed 136, është duke i prodhuar vetë totalisht ata dhe edhe janë 2 dronet të tjerë që ja ka shitur teknologjinë Irani. Kurse raketat balistike nuk janë dhënë, pra Irani nuk jep raketa balistike dhe as nuk merr raketa balistike, pra se raketat balistike kanë një problem, pra duhet të jepen me gjithë shtratin, me gjithë pultin e komandimit, me gjithë shka tjetër. Pra është një sistem, ti nuk mund të japësh dhe nuk mund të marrësh një raketë iraniane ta vësh në shtratin e komandimit rus, sepse nuk funksionon, pra nuk i vjen në të. E njëjta gjë ndodhet me raketat ruse ose kineze, nuk mund t'i vësh. Kryesisht raketat iraniane kanë teknologjitë koreano-veriore, sepse në bashkëpunim me Korenë e Veriut ata kanë arritur të modernizojnë raketat të sistemit të rus dhe të sistemit koreano-verior dhe i kanë modernizuar ato dhe i kanë bërë shumë më të fuqishme. Pra kanë më shumë afërsi me Korenë e Veriut se sa me Kinën ose me Rusinë. Më të fuqishme themi në kapacitetin mbajtëse eksplozive? I kanë bërë edhe në kapacitetin mbajtëse eksplozive, edhe në rrezën e tyre të veprimit dhe çka kanë bërë edhe një ndryshim të madh në raketat, pasi i kanë bërë pothuajse shumicën e tyre me kokë të lëvizshme, pra me kokë të manovrueshme. Këto janë raketat moderne, të tyre 5-6 vite që në momentin që raketa hyn pra në atmosferën e tokës, automatikisht koka e saj është e manovrueshme dhe lëviz pra në atmosferën e tokës, e drejt ata që lëshojnë e komandojnë nëpërmjet satelitëve dhe ndryshon drejtimin dhe trajektorin dhe kjo e bën të pamundur mbrojtjen kundërajrore për ta eliminuar këtë kokë rakete dhe ndaj efektiviteti i tyre shumë herë më i lartë dhe shumë herë më i rrezikshëm se sa kanë qenë raketat që u përdorën para 1 dhe 2 viteve nga Irani. Pra kemi një ndryshim. Raketat që u përdorën para 1 dhe 2 viteve, shumica e tyre nuk ishin shumë precize. Pra mungonin precizitet edhe 30-50 metra, po 30-50 metra për një raketë shumë, pra nuk është pak sepse në këtë aspekt. Dhe këto raketat që janë lëshuar tashmë shohim që preciziteti i tyre është shumë herë më i lartë se sa i atyre që ishte. Pra iranianët kanë nxjerrë mësime nga goditjet e para që i bën Izraeli dhe kanë bërë korrigjimet e tyre. Për ta kuptuar më mirë qytetarët, raketa balistike shkon vertikal në ajër? Raketa balistike shkon vertikal në ajër, kalon atmosferën e tokës dhe pastaj futet sërish, pra kalon në atmosferën e tokës, futet sërish në atmosferën e tokës. Në momentin që futet në atmosferën e tokës, trupi ndahet, pra koka ndahet nga trupi, dhe në këtë moment që koka ndahet nga trupi, atëherë koka lëviz dhe shkon drejt destinacionit ku e kanë projektuar për ta çuar në bazë të sistemeve GPS ose në bazë sisteme satelitore. Kryesisht raketat iraniane përdorin sistemet satelitore BDU, është një sistem satelitor kinez, i cili kinezët e kanë bërë këtë satelit, e kanë bërë aktiv prej vitit 2015 dhe kanë 37 satelitë të tillë, një rrjet satelitësh, të cilët mbulojnë GPS-in e tyre, pra nuk përdorin GPS-in perëndimor për komunikimet dhe për çdo gjë tjetër, janë të pagjurmëshme, të pakashme dhe nuk përdorin as satelitët rus, pra sistemin GLONASS që ka Rusia, po kanë sistemin e tyre. Dhe prej 2015, kur është bërë aktive kjo, Kina ka një marrëveshje, bashkëpunimi me qeverinë kineze për përdorimin e këtyre satelitëve për të gjitha nevojat e saj, qoftë ato telekomunikacione, qoftë ato ushtarake. Kështu që është e pamundur, prandaj është e pamundur pothuajse sistemet e tyre GPS të bllokohen nëpërmjet luftës elektronike që përdor Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë çuar mjetet e tyre atje, sepse është komplet sistem tjetër. Po Izraeli nga ana e tij mburret të paktën për sistemin e mbrojtjes kupolën Iron Dome me disa shkallë të ndryshme. Pse nuk funksionon kjo kësaj here? Shiko, duhet kemi një gjë parasysh. Sistemi Iron Dome pavarësisht se është shitur sistem, aktualisht asnjë sistem i mbrojtjes kundërore nuk është 100% i sigurt. Pra, e kemi parë edhe në Rusi, pra me dronet që lëshon ose me raketat që lëshon Ukraina drejt Rusisë, pra pavarësisht se Rusia aktualisht mbahet si vendi i cili ka mbrojtjen kundërajrore më të sofistikuar dhe më të provuar në luftë, sepse ku bë 3 vjet e gjys luftë, sërish ka depërtime. Kjo nuk është se ndodh për shkak nganjëherë ndodh për shkak të asaj mbingarkimit të mbrojtjes kundërajrore, pra në një aspekt të caktuar, në një vend të caktuar, dikush të lëshon një sasi të madhe dhe e mbigarkon hapësirën në atë zonë dhe duke mbigarkuar në hapësirën në atë zonë ti ke një sasi raketash të limituara, interceptorë shi përdor për të kapur këto raketa aty. Dhe kemi parasysh që çdo gjë është çështje kohe, pra ti mund të kesh raketa në gjithë territorin. Por kur bëhet në një vend të limituar, këto raketat që të vinë nga cepi në cepi territorit, të vinë këtu për shembull në këtë hapësirën ku jemi neve aktualisht, duan kohë. Dhe atje e ka programuar largësinë e hedhjes, rrezën e hedhjes, rrezën e goditjes në mënyrë që këto mos të mrinë dhe e mbulon pra këtë hapësirë ajrore dhe ato dapërtojnë. Dhe po ta shohësh edhe mbulimi që iranianët bëjnë, pra një ditë gjojnë në veri, një ditë në jug, një ditë në qendër, pra në përpika të caktuara. Kjo bëhet për të mbingarkuar hapësirën ajrore në vende të caktuara dhe për ta nxjerrë atë jashtë përdorimit, sepse ajo funksionon me disa shtresa, si shtat juve. Në Izraeli e ka me 5 shtresa. Dhe të gjitha këto shtresa kanë një limit të caktuar, pra në rast se shtresa e parë, i cili është THAAD, pra mbrojtja kundërajrore amerikane që është sistemi THAAD, ai ka edhe raketa të cilat janë
përtej horizontit, pra raketa që dalin përtej atmosferës, ka një limit të caktuar. Pra nuk është se e ka pa fund limitin. Dhe në rast se ti lëshon 5-6 raketa, duke pas parasysh që për çdo raketë duhet lëshohen 2 interceptor, minimalja 2 interceptor, dhe në rast se nuk e kam do lëshosh edhe 3 edhe 4 interceptor, ndërkohë që Thadi ka në total vetëm 34 raketa, pra 34 deri 36 raketa, pra lëshimi i tyre është gjithë i limituar. Dhe çfarë bën? Me dërgimin e këtyre raketave në vende të caktuara, ai të bën të detyron ty, pra lëshuesi, pra sulmuesi, të detyron ty që je mbrojtësi të racionizosh mbrojtjen tënde kundërorë. Dhe në momentin që ti racionizon mbrojtjen tënde kundërorë, atëherë ai të ka futur ty në vullnetin e tij strategjik. Dhe ti tash duke racionalizuar, duke qenë se këto raketa i kemi limit, siç i ka Izraeli, atëherë ti parashikon në rast se sulmosh në veri, atëherë ti mbron vetëm ato objektiva të cilat ti konsideron strategjik për veten tënde. Dhe do t'i lësh një pjesë raketave të kalojnë sepse i bie që të harxhosh çdo gjë që ke dhe nesër ai të muloj. Pra kjo është edhe funksionimi i këtyre. Për këtë arsye dështoj. Irani? Po sipas një raporti të Mossadit izraelit, ata thoshin të bërë para 2 javësh që Irani pretendon të kishte 3000 raketa hipersonike dhe mbi 8000 raketa të tjera që nuk janë hipersonike. Dhe dërm tash Irani ka lëshuar diku të rreth 700 copë, të thënë kështu që rrugë e gjatë përpara. Absolutisht, prandaj edhe ata po lëshojnë, prandaj edhe kanë zgjedhur këtë rrugë, sepse shiko, po të shohësh ata lëshojnë jo më shumë se 30 raketa në ditë. Pra një ditë 10, një ditë 20, një ditë 30, nuk e kalojnë të shifër, me përjashtim ditës parë që shuan 150, e cila ishte si kundërpërgjigje. Pra ditë e tjera ka filluar sistemi i racionizimit edhe ata sepse duan ta çojnë sa më gjatë, sepse dinë sa më gjatë ta çojnë, aq më pak do të rezistojë Izraeli. Pra në rast se tashmë ata e kanë çuar 10 ditë dhe Izraeli diskutohet që ka edhe 14 ditë, 15 ditë interceptor, sepse këta interceptorët kushtojnë shumë më shtrenjtë se raketat që lëshohen dhe nuk i prodhon Izraeli, pra prodhon Shtetet Bashkuara të Amerikës, sa të prodhohen, sa të vinë. Është e pamundur, pra vetëm raketa Thad, pra interceptor për Thadin, Shtetet Bashkuara të Amerikës prodhojnë 60 copë në vit. Pra imagjinoni sa është numri. Mund ta përballoj Izraeli me aviacion Jo, nuk e përballon sepse aviacioni nuk bëhet për raketat balistike, sepse është e pamundur që aviacioni të kapë raketat balistike, aviacioni kap raketat që janë raketat kruz, ose raketat tjera të cilat nuk janë balistike, sepse këto kanë një trajektore të përcaktuar, janë si punë e katyushe, pra ti e lëshon këtu dhe ajo ka një trajektore, një rrezë të përcaktuar dhe avioni e goditet gjatë rrezës. Duke goditur nga ajri, duke bombarduar vendet e lëshimit të raketave. Jo, e ka shumë të vështirë për arsye se këto vendet e lëshimit të raketave iranianët çfarë kanë bërë, nëse i keni parë gjatë gjithë kohës që Huthët luftonin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, asnjëherë nuk arritën që të ndalonin mundësinë e ndalimit të hedhjes së raketave. Për arsye se këta i kanë bërë raketat me shtrate të lëvizshme, thoshë shumicën dhe ngarkohet në një kamion, ajo lëviz, vendoset diku dhe hedh. Normalisht pavarësisht se ky proces i merr 2 orë gjysmë deri 3 orë. Sërish ai një kamion që lëviz, dhe duke qenë se Irani është një vend i pafund, si thash, me thellësi strategjike, nuk e ke kapacitetin ta shohësh se ku e çoj, ku e lëvizi nga e hodhi. Pra duke qenë se këto raketa e kanë të gjitha rrezën janë 2000 metra e sipër, aktualisht në cilin do territor të Iranit ato ta përdorin, nga cila do zonë gjeografike, ato do të mbërrinë në Izrael. A është hapur kutia e Pandorës në rajon? Çfarë tjetër shteti superfuqie fuqi ushtarake në rajon ka që mund të ndryshonte këtë rrjedhë ose të ndërhynte duke ndryshuar rrjedhën luftës? Unë nuk do të them që është hapur një kuti Pandore, për arsye se aktualisht në lindjen e mesme nuk ka asnjë kuti Pandore. Do të kishim një kuti Pandore në rast se Iraku do të ishte siç ka qenë në kontrollin e Saddamit, Siria do të ishte siç ka qenë në kontrollin e Sadatit. E Asadit, të gjithë ta kanë rënë dhe të gjitha pjesët tjetër e vendeve të gjirit janë në kontrollin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cila ka edhe bazat e saj kryesore në vend. Nuk ka asnjë lloj kutie Pandorës, të gjitha janë në kontrollin amerikan, këto gjëra dhe të gjitha kanë rënë, ka mbetur vetëm Irani jashtë kontrollit amerikan, edhe Pakistani është në kontrollin amerikan, pavarësisht se është aktualisht aleati i Iranit, është në kontrollin amerikan. Se Afganistani ka rënë, por nuk është se ka ndonjë kapacitet për t'i dhënë ndihmë Iranit, në këtë aspekt nuk ka asnjë lloj kutie Pandore aty. Të gjitha shtetet e tjera kanë një marrëveshje paqe me Iranin, marrëveshje e cila është arritur në ndërtimin e Kinës, se kjo është më interesante, pra është Kina ajo e cila ka arritur marrëveshjet e paqes midis Arabisë Saudite dhe Iranit, ka vendosur marrëdhëniet edhe diplomatike ndërmjet tyre dhe jo Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe po të shohësh nga reagimi i këtyre vendeve, pra që në momentin e parë që u sulmua Irani, këto vende bën deklaratë cilat e dënuan sulmin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Iranit. Pra kjo tregon që këto vende nuk kanë shprehur dhe nuk janë në një armiqësi të hapur me Iranin, prandaj tu nuk kemi më një kuti Pandore. Po mbyllja sot e ngushtisë së Hormuzit mund të shkaktonte afarim? Aktualisht ngushtia e Hormuzit pra është vendosur nga parlamenti që do të mbyllet, por nuk është parlamenti i cili jep vendimin final, është Këshilli Suprem i Ajetollave i cili nuk do të shkaktonte ndonjë surprizë, pra vetëm që do të shkaktonte krizë ekonomike e cila do të fillonte para do të godiste Evropën, pastaj
me kalimin e kohës, nëse do të zgjaste mbi 2 javë, do të godiste edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës deri diku, por një krizë e madhe ekonomike do të vetëm në rast se Irani do të ndërmerrte një sulm të madh ushtarak kundër të gjitha puseve të NATO-s dhe kompanive të naftës në Gjirin Persik. Vetëm në këtë moment, atëherë do të bllokojë, sepse nga ngushtia e Hormuzit kalon diku rreth 20-30% e nevojave të naftës për gjithë botën. Pra nuk është se ashtu. Në një aspekt të një lufte totale nuk kemi më dëmtim të vetes. Pra në një aspekt kur ti hyn në një luftë totale nuk ka më, pra dëmi është më i madh se sa do të dëmi më i madh, ai do shkaktojë dëm më të madh se sa do të shkaktohet atij në aspektin e një lufte totale. Pra në moment që ti ke vendosur të bësh një luftë totale, atëherë ti po lufton për ekzistencë dhe për jetë vdekje. Pra kjo nuk ka më kuptim të dëmit, është thjesht të shkatërrimit që ti mund të bësh. A është Shqipëria cak i Iranit nëse mund ta marrim Shtetet Bashkuara të Amerikës janë NATO, goditi një vend i NATO-s Iranin, përjetoj edhe ne mund të bëhemi. Jo, ne nuk jemi cak, edhe pse që kemi edhe mujahidinët tu. Jo, nuk ka të bëjmë ato, edhe pse goditja e bazave ushtarake amerikane, sepse ka një pikë në NATO e cila përcakton që në rast se goditen baza ushtarake të NATO-s, pra baza ushtarake të NATO-s, të vendosura në vendet me marrëveshje dypalqe, atëherë kjo hyn luftë me NATO. Por të gjitha bazat ushtarake amerikane në Gjirin Persik nuk janë baza ushtarake të NATO-s, janë baza ushtarake vetëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë rast, në rast se NATO vendos të hyjë, atëherë NATO nuk ka asnjë arsye ligjore për të kapur përtyrë në këtë luftë, pavarësisht se vendimarrjes që ata mund të bëjnë përtyrë në luftë. Por gjithë edhe në rast se do të hyjnë në luftë, dhe në këtë luftë normalisht do të ishim edhe neve që vetmja ndihmë cilën do t'i japim NATO dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rast do të ishte vetëm me ke parasysh si ato ndeshjet e futbollit të Shtetet Bashkuara të Amerikës janë ato cheerleader, edhe ne vetëm këtë mund të bënim, pra të bënim tifozlik se asgjë tjetër. Jo, sepse në këtë rast nuk kemi përdorim të aviacionit pra për këtë sulm, me gjithë aviacionit që do të përdorej ndodhet kryesisht ata e kanë sjell në Gjirin Persik nëpërmjet aeroplan mbajtësve dhe nuk do të përdorin asnjë lloj baze tjetër. Edhe bazat e mëdha që kishin në Katar, baza Al Udeid se këto u boshatisën për shkak se janë shumë afër Iranit dhe mund goditen shumë kollaj me çfarëdo lloj mjeti tjetër, pra për këtë arsye u tërhoqën. Dhe nuk do të qëndronte baza e Kuçovës, nuk do të plotësonte as edhe një nevojë të Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë luftë. Fizikisht mund ta godasin Manzën? Fizikisht mund ta godasin Manzën, ata kanë 2 lloje raketash, të cilat shkojnë deri në 4000 kilometra, pra fizikisht mund ta godasin, por nuk ka asnjë lloj baze ushtarake, asnjë lloj qëndrimi ushtarak në Shqipëri e cila do t'i ndihmonte, do të merrte pjesë në këtë luftë, pra do të jepte bazën kryesore dhe do ndihmonte totalisht ushtarikisht Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë luftë në Iran, e cila mund na rrezikonte. Në këtë rast vetëm në gjithë të rajonin një bazë ushtarake e madhe, vetëm baza ushtarake që kanë në Kretë, e cila është bazë detare dhe aty përdoret për furnizimin e nëndecëve, për furnizimin e anijeve të mëdha, për furnizimin e aeroplan mbajtësve. Pra ajo është vetmja bazë e cila do të rrezikonte të goditet, sepse kur të mbaronin çdo gjë nëndecët do të ishin për të marrë edhe nëndecët, edhe aeroplan mbajtës, edhe anijat e tjera dhe luftanijet e tjera amerikane, kur të mbaronin raketat e tyre, janë detyruar të vinë në këtë bazë në Kretës për të furnizuar, sepse nuk mund të furnizohen në det. Pra nuk mund të zëvendësojnë armatimin në det. Pra dhe kjo është bazë kryesore e kësaj, plus në Greqi është edhe një bazë tjetër që përdoret për dronët në Larisa. Pra këto janë 2 bazat kryesore të cilat do të merrnin pjesë dhe aktualisht marrin pjesë në këtë sulm Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në rast do të kemi një luftë arashme me Iranin. Shqipëria është jashtë çdo lloj koncepti që mund goditet. Në rast se nesër do të kemi një luftë totale, pra Irani në rast se nesër vendos që të ha shpallë një luftë dhe të bëjë dëme pafundësisht, pra i vjen momenti që Irani po shuhet, pra në rast që po e godasin, po e masakrojnë, pra dhe është momenti i pikës së shuarjes, atëherë vendos që të shuajë gjithçka, atëherë mund të vjedh një raketë, po kjo do të ishte në luftën e tretë botërore dhe fundi i botës. Prandaj pothuajse e pamundur që. Unë falenderoj që ishe me mua sot në studio. Ju faleminderit. Ishte Dritan Goxha, ishte Ekspres edhe për sot, bashkë miru takofshim.